Përshëndetje. 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 Wow, 5 përshëndetje. Mos e ngjë 5 aktorë në këtë video. Ja, është vetëm një. Jam unë. Edhe këto zërat e tjerë janë bërë me anë të inteligjencës artificiale dhe unë do t'ju mësoj në këtë video. Në këtë video do të flasim për diçka që me siguri të lëgoj hapur. Do flasim për një nga mjetet më të fuqishme të inteligjencës artificiale, Eleven Labs. Nëse mendoni se zërat e krijuar nga kompjuter tingëllin robotik, monoton dhe të mërzitshëm, atëherë përgatituni të ndryshoni mendje. Sepse zërat e Eleven Labs janë kaq natyral, kaq realist, sa shpesh është e vështirë të dallosh nëse flet njëri apo një AI. Por si fillim, çfarë është Eleven Labs? Eleven Labs është një platformë që lejon të shëndrojnë tekstin e zë, pra text to speech, me cilësi pothuajse perfekte. Mund të zgjedhni 10 zëra të ndryshëm, gjuhë të ndryshme, emocione të ndryshme, por gjëja më e fuqishme, voice cloning, pra klonimi i zërit tuaj. Mund të krijoni një version digital të zërit tuaj dhe më pas inteligjenca artificiale flet në emrin tuaj, duke lexuar çdo tekst që i jepni. Mund ta përdorni për të bërë narracione të videove tuaja, për podcast, për audiolibra, për reklama etj etj. Ose thjesht për të bërë shokët tuaj të mbeten pa fjalë. Por si funksionon text to speech? Le të fillojmë me më të thjeshtën. Pasi hapni faqen e Eleven Labs, krijoni një llogari files ose premium në varësi të nevojave tuaja. Pastaj do të shihni një kuti ku mund të shkruani tekstin tuaj. Zgjidhni një zë nga lista, për shembull një zë femëror i ngrohtë, një zë mashkullor energjik apo një zë formal për prezantime. Klikoni generate dhe voilà. Hello, this is the best artificial intelligence course you will ever see. Okej, kjo ishte fantastike. Për tani, le të flasim për pjesën më revolucionare, klonimi i zërit tuaj. Procesi është shumë i thjeshtë. Hyni në menu Voice Lab, zgjedhni opsionin Instant Voice Cloning, kërkoni një mosë të zërit tuaj, mund të jetë një regjistrim i shkurtër, i preferueshëm 1 minutë, pastaj magjia ndodh. Ai mëson tingullin e zërit tuaj, tonin, ritmin, emocionet, mënyrën se si ju keni qejf të flisni dhe çdo gjë. Pasi zëri juaj është klonuar, ju thjesht shkruani tekstin dhe Eleven Labs e lexon atë me zërin tuaj. This is my artificial intelligence voice. Okej, kjo është fantastike. Atëherë, tani do t'ju mësoj një trik të bukur se si ta bëni zërin tuaj të ngjajë me intonacione të ndryshme vetëm me anë të një prompti. Atëherë, si fillim hym tek ChatGPT ose çfarë do lloj AI chat që ju përdorni, edhe shkruajmë, shkruaj një tekst informues rreth çfarë do lloj teme në anglisht. 3 fjali. Po them vetëm 3 fjali që mos të zgjatemi më shumë. Okej. E bëjmë këtu, generate speech, presim derisa të bëhet generate, dhe tani le ta testojmë. The Amazon rainforest is the largest tropical rainforest in the world, covering over 5.5 million square kilometers. It is home to millions of species of plants and animals, many of which are not found anywhere else on Earth. Often called the lungs of the planet, it produces around 20% of the world's oxygen supply. Një gjë e bukur që nuk e di a e vutre, zëri sa herë që flet merr frym. Midis fjalive që ta bëj sa më realist zërin, dhe kjo është diçka e bukur. Por atëherë, do t'ju mësoja që ne mund të themi ChatGPT-s shkruaje në këtë mënyrë që të duket sikur është shumë e mërzitur për këtë fakt. Shiko? Edhe pastaj duhet t'i themi vendos shenjat e pikësimit në mënyrë që të duket shumë e mërzitur nga intonacion. Shikoj. Okej? Okej, super. E bëjmë copy, e bëjmë paste këtu. Generate speech, presim derisa të bëhet dhe do të dëgjojmë. The Amazon rainforest is really big, like 5.5 million square kilometers. There are so many plants and animals there. Too many, honestly. People call it the lungs of the planet. Yeah, it makes oxygen okay. Shikoni, ndryshoi komplet intonacioni i zërit. Kjo është diçka që e bën akoma më reale zërin, duke i dhënë emocion dhe intonacion ndryshe zërit. Por çfarë mund bëjmë tjetër këtu te Eleven Labs? Mund ta bëjmë që të flasim më shpejt, le ta çojmë. Ju sugjeroj që mos ta çoni më shumë se 1/10 sepse pastaj ngjan jo realiste. Le ta çojmë për shembull 1, stability ta çojmë te 40. Atëherë kjo është ngjashmëria me zërin që ne kemi klonuar. Por ju sugjeroj që mos ta mbani shumë hajt sepse pastaj pritet çdo gjë. Ju sugjeroj gjithmonë tek 45 këtë. Style exaggeration. Edhe këtë diku tek 45 duhet mbajtur dhe le ta gjenerojmë përsëri tani që flet pak më shpejt. The Amazon rainforest is huge, over 5.5 million square kilometers. It's full of incredible plants and animals and so many. E kuptuat i del. Basi jeni duke pyetur veten,
Për çfarë na duhet ne kjo? Si mund nxjerrim para nga kjo, si mund të kemi vlerë nga kjo? Mund ta përdorni për të lexuar audiolibra automatikisht, mund të krijoni një seri me video motivuese ku zëri juaj flet, edhe kur jeni duke pushuar, mund të bëni reklama produktesh pa aktor, pa studio, vetëm me tekstin që shkruani, mund të shfaqeni në disa gjuhë njëkohësisht, zëri juaj, por që flet anglisht, italisht, spanjisht dhe pse si dini këtë gjuhë. Por prit. Deri tani folëm për 11 Labs, që është jashtëzakonshëm për shumë gjuhë, por ndoshta jeni duke pyetur, dhe e di që jeni duke pyetur. Po shqipja, po gjuha jon, a ka ndonjë mjet që flet bukur shqip? Po e kemi gjetur dhe një të tillë. Geni Bailova.ai dhe është fantastike. Geni është një platformë tjetër për text to speech dhe voice overs e ngjashme me 11 Labs për me një avantazh të madh. Mbështet gjuhën shqipe. Zgjidhni opsionin text to speech, shkruani tekstin tuaj në shqip për shembull. Mirë se erdhët në këtë kurs mbi inteligjencën artificiale. Sot do të mësoni se si AI po transformon botën tonë. Pastaj zgjidhni një nga opsionet që ofrohen, klikoni Generate dhe do të dëgjoni tekstin tuaj në shqip me intonacion të qartë dhe të këndshëm. Mirë se erdhet në këtë kurs mbi inteligjencën artificiale, sot do të mësojmë se si inteligjenca artificiale po transformon botën tonë. Pra, tani ju e dini, 11 Labs është i mrekullueshëm për shumë gjuhë dhe klonim zëri. Por, nëse doni voiceovers të bukura në shqip, Geni është zgjedhja e dur. Por, çfarë duhet kemi kujdes? Sigurisht, fuqia e madhe kërkon përgjegjësi. Klonimi i zërit duhet përdorur me kujdes dhe gjithmonë për qëllime pozitive. Mos përdorni kurrë zërat të tjerëve pa lejen e tyre. Është teknologji që hap dyert të mëdha, por duhet përdorur me etik. Kështu që mos e përdorni kurrë për t'i bërë keq ose dëm dikujt. Paktën mos thoni që u thash unë.